Vrasja në sallën e gjyqit e të ndjerit gjykatës Astrid Kalaja ka ngjallur indinjat, pa siguri, por ka hapur edhe një plagë të madhe shoqërore, siç është padrejtësia e bërë me prona. Duket se në këto telashe e kanë gjetur veten edhe personazhe të njohur mediatik. Pas reagimit të Marie Poradecit, është bërë i njohur edhe reagimi i Orinda Hutës. Këngëtarja dhe moderatorja sqaron në një story të gjatë se ka 15 vite që sorollat e gjykatave dhe si të mos mjaftonte kjo, ka marrë edhe kërcënime nga dajat e saj. Vetëm se kërkon atë që i takon. Vrasja e tmerrshme e gjyqtarit ndjes past është këmban alarmi jo vetëm për ngjarjen, por edhe për reagimin e njerëzve më pas. Nuk e besoj dot që njerëzit e duartrokasin një veprim kafshëror. Unë jam vetë pjesë e një procesi gjyqësor që zgjat prej 15 viteve e nuk i jep zgjidhje. Zoti e di sa do zgjas se akoma s'ka kaluar në shkallë të parë mes palëve. Jemi akoma me shtetin, por janë tokat e mamas sime dhe do i marr, njësoj si që takojnë të gjithëve që janë pjesëtar. E në këto vite kam marrë shpesh kërcënime nga ta ashtu quajtur daja, pse po kërkoja të drejtën e familjes sime. E njoh mirë frustrimin e proceseve të gjata pafund, por që të biesh dakord me krimin e ta vlerësosh. Ky është fundi, përfundon postimi i Orindës.